Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah na falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndarshëm, Allah i lartësuar në vazhdin e duave kuranore, lutjeve kuranore, e përmend një lutje, një formë të adhurimit, një formë të lavdërimit të Allahut të lartësuar. Një nga lutjet më madhështore është ajo e banorëve të xhenetit. Allah i lartësuar na tregon për një lajm të këndshëm, për një rrëfim të dashur për zemrat tona, është rrëfimi i banorëve të xhenetit pasi hyjnë në vendbanimin e lumturisë së përjetshme. Dhe janë liru pej lodhjes së dunjave, pej brengave, pej mërzive, pej sprovave të ndryshme dhe tashmë kanë hyrë në xhenet dhe tashmë e tregojnë atë sebepin, atë shkakun e hyrjes së tyre dhe përfitimit të kësaj begatie madhështore hyrjes në xhenet. Allahu i lartësuar na tregon këtë ndodhi, thuaj se ne jemi hyrë në xhenet dhe po ja u tregojmë të tjerëve. E tregon në kohën e kaluar në formën që më tregu që vetëm se ka ndodhur. Edhe pse është një ndodhi që do të ndodhë në të ardhmen, Allah i lartësuar e tregon sikur se ka ndodhur në të kaluarën. Kjo formë e shprehjes kuranore tregon për një diçka që patjetër do të ndodhë, me bindje të prerë. Allah i lartësuar tregon këtë përjetim të banorëve të xhenetit dhe thojnë: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Kjo është e lutja kuranore të cilën do të flasim sot. Shkurtimisht, Allah i lartësuar përshkruan këtë shprehje të bukur të falënderimit dhe lavdërimit të banorëve të xhenetit. Dhe pasi hyjnë në xhenet dhe i shohin ato begati, të cilat në jetën e kësaj bote ju kishte premtuar Allah i lartësuar dhe i dërguar i tij, ato begati që syri nuk i ka pa, veshi nuk i ka dëgju, apo mendja s'ka mund të imagjinu, tashmë hyjnë në xhenet dhe i shohin. Dhe pasi i shohin ato begati dhe përjetojnë, thonë: "Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha." Falënderimi, lavdërimi i takon Allahut, të cilit na udhëzoi për këtë begati. Na udhëzoi. "Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Nuk do të kishim qenë të udhëzuar sikurse mos na udhëzonte Allahu i lartësuar. Dhe me të drejtë e thojnë këtë falënderim, me të drejtë falenderojnë Allahun e lartësuar dhe lavdërojnë atë për shkak se kanë arrit një fitore madhështore. Ka arrit një fitore madhështore që është shpëtim nga zjarri i xhenemit dhe hyrja në lumturinë e përjetshme në xhenet. Dhe njerëzit në përgjithësi, karshi begative, janë pak të shkujdesur, nga se shumica e njerëzve falenderojnë vetëm për çështjet e prekshme. Falenderojnë ndoshta për ushqimin, pijen, mjetin e udhëtimit, shtëpinë, shëndetin, që elhamdulillah edhe këto janë begati dhe duhet të falenderohet, mirë po një pjesë çfarë harrohet të falenderohet është begatia që Allah i lartësuar ka ta mundson që më nështrua ti. Begatia që Allah i lartësuar ka udhëzu në islam dhe në mesin e muslimanëve ka udhëzu në rrugën e drejtë, nuk je pjesë e grupeve të devijuara, po je prej të udhëzuarve që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e tij, pastaj jepi atyre të cilët e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë Kur'anin, dhe gjitha këto janë begati që kërkojnë prej nesh që ta falenderojmë Allahun e lartësuar dhe t'ia shprehim atë mirënjohjen, t'ia shprehim atë lavdërimin dhe ta lutim Allahun e lartësuar të na ruaj këtë begati madhështore dhe të na mundsoj që t'ja mësojmë edhe të tjerëve dhe të na bëjë çelët sa të hapjes së hajrit dhe mbylljes së sherrit. E bukura e kësaj lutje të banorëve të xhenetit vjen në kontekstin kur Allahu i lartësuar i përshkruan besimtarët, të cilët kur të hyjnë në xhenem e mallkojnë njëri tjetrin. Dhe ky mallkim i tyre tregon për atë dënimin shpirtënor që e përjetojnë, atë mllefin të cilën kur ta shohin dënimin që nuk e kanë besuar Allahun, se kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe tashmë kur të hyjnë në xhenem e mallkojnë grupi grupin. Thot Allahu: "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Sa hyn një grup në xhenem dhe gjuhat në zjarr, i gjen disa të tjerë që kanë hyrë para tyre, i mallkojnë ata duke i fyj, duke i mallkuar dhe duke thonë që ju na sjellët këtu, mirë po Allahu i lartësuar ju tregon që do të keni dënim të dyfisht të krejt para që ka hyjnë në xhenem, Allahu na ruaj. Dhe pastaj vjen ky lavdërimi i besimtarëve të cilët i kujtojnë ato momentet e mira në jetën e kësaj bote, duke u bindur Allahut të lartësuar, duke pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe falenderojnë Allahun.
për këtë udhëzim dhe falenderojnë Allahun që i ka udhëzuar dhe i ka bërë nga banorët e xhenetit dhe shprehen wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Dhe than në kohën e kaluar ne do të themi kur të hyjmë në xhenet falënderimi dhe lavdërimi takon Allahut i cili na udhëzoi për këtë dhe nuk do të ishim të udhëzuar sikur mos na udhëzonte Allahu i lartësuar. Në lidhje me këtë shprehje ka ardhur një hadith të cilën shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi prej Ebu Hurajrës që thotë e kam dëgjuar Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thënë lan yudkhila ahadan amaluhu al-janna. Kur kanë dëgjuar sahabët këtë hadith janë shtangë dhe befasu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam askush për jush, askënd për jush, vepra e tij nuk do ta shtinë në xhenet. Askush nuk do të hyjë në xhenet për shkak të veprave të tij. Sahabët habitën dhe i thojnë wala anta ya Rasulullah, as ti o i dërguari i Allahut? Thotë la, wala ana, jo, asuna. Illa ay yataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Përveç se nëse me përfshin Allahu i lartësuar me mëshirën dhe me mirësinë e tij, me mirësinë dhe me mëshirën e tij. Fasaddidu wa qaribu. Atëherë tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fasaddidu wa qaribu. Punoni, jeni mesatar dhe mundohuni që ti përsosni veprat. T'ia qelloni cakut. T'jeni sa më të përsosur në veprat e juaja. Wala yatamanna ahadukum al-maut. Dhe askush prej jush mos ta kërkoj vdekjen. Imma muhsinan fal'allahu ay yazdad khayran. Nëse është vepër mirë, shton vepra të mira. Wa imma musian fal'allahu ay yastatab. Ose është vepër keq, atëherë kërkon falje e mbase pendohet tek Allahu i lartësuar. Ky atribim i begatisë së udhëzimit ndaj Allahut të lartësuar ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ka qenë në një kohë kur kanë qenë duke hapur Hendekun. Ka qenë kohë e xhihadit, kohë e përpjekjes, kohë e sakrificës, kohë e urisë dhe pas gjithë atyre veprave të cilat i kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me sahabët, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka recituar në formë poezie dhe ka thënë: "Wallahi, laula Allahu mahtadina." Pasha Allahun, sikur mos ishte Allahu nuk kishim udhëzu. Wala tasaddaqna wala sallayna. As nuk kishim dhënë sadak, as mufal. Fa anzilna sakinata alayna wa thabbit al-aqdama in laqina. O Zoti jon, zbritë qetësinë ndër ne. Zbritë qetësinë mbi ne dhe na forco këmbët kur të përballemi me armikun. Innal al-ula qad baghaw alayna idha aradu fitna abayna. Me të vërtet armisht janë ka kërkojnë trazira, janë ka kërkojnë me na sulmu, me na bezdis. Mirë po, ne nëse ata kërkojnë trazira, atëherë ne refuzojmë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund e përsëris këtë pjesën e fundit ebejna duke ngritë zërin, refuzojmë që mi u nështru dhe mi u përgjigj cytjeve dhe bezdisjeve dhe sulmeve të armiqve, mirë po kur vjen puna me luftu, edhe jemi në gjendje me luftu. Vazhdim dashur, këtë poezi ose këtë shprehje të falëndërimit të Allahut të lartësuar, besimtari ka nevojë vazhdimisht ta ndjejë dhe ta përjetojë dhe t'i atribojë Allahut të lartësuar sa herë që ta kryen një adhurim të caktuar. Falet, agjeron, lexon Kur'an, më thon elhamdulillah Zot që ma mundsova këtë çaste, më ul me librin tënd, mi fal këto recate, më agjëru ditën e sodit dhe prej te është kjo begati. Ty të takon falëndërimi, sikur mos të ishe ti sa më përket mu, sa më përket forcës teme, inteligjencës teme, unë edhe do të isha prej të humbërve. Dhe kështu besimtari ja atribon Allahut të lartësuar vazhdimisht këtë begati dhe këtë dhunti në mënyrë që ta falënderoj Allahun e lartësuar, e Allahu i lartësuar t'ia shtoj atë, kur thot Allahu i lartësuar wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kur Allahu i lartësuar njofton që nëse ju tregoj falëndërues për begatitë e mia ndaj jush, atëherë unë do t'ja ushtoj ato juve. Lutim Allahun e lartësuar të na shtoj begatitë e tij ndaj nesh dhe të na bëj këtyre besimtarëve që kur hyjnë në xhenet thojnë elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.